Tani nuk po shikoj me ne për baktit. Ne duhem të shtojmë njerëzit aty. Kjo është arsyeja. Njerëzit tuaj ku ndodhen? Njerëzit janë det, Sa persona ndodhen? 2 persona. Ata janë në stalla, në banesa, ku? Jo, janë Buzdetit. Atje ku kemi nxjerr lopët. Dhe prisni që ata të dalin tani me mjet Po, të ushtrisë. vajtëm dia për t'i nxjerr vet, nuk mundëm se ishte çarardhje natura dhe nuk mundëm. Sot morëm gomone për të hyrë. Kjo është puna. Njerëzit janë evakuuar, ata që Jo, po nuk shikosh? janë evakuuar, janë aty njerëz. Ska vajti njeri në Ska vajti njeri, po bëj 3 ditë që nuk kanë ardhur. Lanë njerëzit në det aty, faqet zet. Kemi 200 e ca kokë bakti aty. Lop. Kërkoni që ti evakuoni dhe ato? Normal është, edhe lopt edhe njerëz, po kryesori janë njerëzit, dalin njerëzit. Ndihen të rrezikuar njerëzit Janë atje? njerëzit të rrezik, po nuk dim gjene ç'a bëhet. Ne Jeni kemi njoftuar për masa paraprake apo erdhi pa pritur? nuk na kanë njoftuar njëri. Tani ne nuk e prisim këtë gjë. Kjo që me diell. Ditë me diell u bë përmbytje. Ju Ne- mbani ne- mund në një përmbytje ne- të tilla në fshat? Kjo para një muaje. Ne i kemi i nxorëm se parashikuam i nxorëm baktit jashtë edhe dolëm edhe zvendçojshëm. Një ditë vini ja unë, një ditë rrinim me çobanin atje. Tani ne duhet nxjerrim njerëzit e para punës. Gjatë. Kjo është arsye, ju faleminderit.